Horoskopi për ditën e premte 17 korrik 2026. Le të fillojmë me shenjën e parë me dashin. I dashur dashi, qielli ju fton që të vendosni rregull dhe harmoni në përditshmërinë tuaj. Hëna kalon nga sektori i punës dhe shëndetit ku bashkohet me Venusin, që do të thotë se do t'ju lindë një dëshirë e madhe që të kujdesesh për ambientin ku jeton dhe punon. Për sa i përket dashurisë, ky moment është momenti ku ti duhet të tregosh rëndësi xhesteve të vogla dhe mbështetjes konkrete për të fejuarin, burrin, partnerin, duke krijuar një ndjesi të fortë sigurie. Për sa i përket punës, do të shkëlqesh në zgjidhjen e disa detajeve të ndërlikuara që mund t'ju dalin në këtë ditë. Komunikimi me kolegët do t'jetë shumë i mirë. Tranziti i rëndësishëm afatgjatë mes Uranit dhe Plutonit ndikon në sektorin e financave, që do të thotë se ju shtyn të bëni ndryshime të zgjuara në mënyrën se si menaxhon financat. Ju hap dyer të mira dhe të qëndrueshme. Bëni kujdes me ushqimin e shëndetshëm se kjo ndikon direkt në shëndet, si dhe dëgjoni çfarë ju thot trupi. Mos e lodhni trupin dhe mendjen tuaj në këtë ditë të nxehta. Ngjyrat më me fat është ngjyra gri dhe jeshile. Koha me fat është 9:30 deri 11 paradite. Demi. Kjo datë është e mbushur me frymëzim dhe plot dashuri për ju, i dashur dem. Hëna ju shtyn të gëzoni, ju mbështet në sektorin e financës dhe ky është një moment ku ju të shkëlqeni në një lidhje. Do të ketë afrimitet me partnerin tuaj, do të kaloni momente të ngrohta dhe nëse jeni beqar, do të jesh një figurë tepër tërheqëse për të tërhequr vëmendjen e njerëzve të duhur. Në punë, në fakt lodhja dhe rutina e punës do të kalohen lehtë me idetë tua gjeniale për të zgjidhur probleme në momentin e parë që ju vjen. Po kaloni në një transformim të thellë personal që ndikon në financat tuaja. Ndoshta keni ndryshuar pikpamjen dhe mënyrën për paratë. Guximi juaj është rritur për të investuar më shumë tek vetja dhe projektet personale. Shëndeti karakterizohet i mirë, keni një vitalitet të lartë dhe një energji pozitive që pothuajse do t'ju shoqërojë në 17 korrik. Ngjyrat me fat është ngjyra e artë dhe ngjyra gri. Koha me fat është ora 16:30 deri në 19. Binjakët. Më 17 korrik të këtij viti, vëmendja juaj do të kthehet tërësisht tek njerëzit tuaj të dashur, tek familja. Do të keni një dëshirë të madhe për të krijuar një qoshe të ngrohtë, një rehati në ambientin tuaj. Ndiheni pak të lodhur. Ndaj e kërkoni me do e mos një qoshe të qetë. Me partnerin do të kaloni në biseda të sinqerta dhe të thella në privatësi, duke forcuar lidhjet tuaja emocionale dhe duke gjetur paqe pranë njeriut që doni. Për sa i përket punës, puna në përgjithësi është normale, ndoshta do të kesh një mundësi që do të jipet për të treguar veten. Sektori i financave. Duhet të bëni kujdes me shpenzimet të mëdha. Për sa i përket shëndetit, duhet të shlodhni mendjen në mënyrë që të shlodhni dhe trupin. Qëndroni të hidratuar në këtë ditë. Ngjyra më fatlume për ju është zhuzhin dhe bojdeti. Koha më e mirë për ju është 18:30 deri në 20. Gaforja.
Kjo e premte ju gjen me një mendje shumë të hapur. Hëna që kalon në sektorin e komunikimit duke takuar Venusin, ju jep një aftësi të mrekullueshme që ti të shprehësh idetë dhe ndjenjat tua. Në dashuri bisedat do të jenë shumë të natyrshme. Mund të sqarosh një keqkuptim që ke patur. Partneri është plotësisht i gatshëm t'ju dëgjojë dhe t'ju mbështesë. Në punë, kjo ditë favorizon jashtëzakonisht marrëveshjet, takimet dhe projektet që kërkojnë pak negociata. Trinia e fortë mes Uranit dhe Plutonit ndikon në rrethin tuaj shoqëror. Do të takoni njerëz të rëndësishëm që mund të mbështesin aty ku keni nevojë. Shëndeti është i mirë, por mos bëni shumë lëvizje më shumë se ç'mund të mbajë trupi juaj. Kalo pak kohë në relaksin e një libri apo një bisede me miq të zemrës. Ngjyra më fatlume për ju është e kuqja. Koha më me fat është 12 deri në 3 në mesditë. Luani. E premtja 17 korrikut ju sjell fokusin tek siguria materiale dhe vlerat personale. Hëna duke kaluar në sektorin e parave bashkohet me Venusin dhe ju sjell shumë mundësi të mira financiare. Ndoshta do të marrësh një lajm të mirë, ndoshta do të marrësh një pagesë, një bonus, apo do të gjesh disa të ardhura që nuk i kishe menduar. Dashuria kërkon stabilitet dhe besim. Në punë, jeni në një fazë produktive ku po vlerësoheni për punën tuaj të mirë. Tranziti afatgjatë i Uranit me Plutonin ju sjell ndryshime të thella në karrierë. Do të bëheni më shumë i guximshëm dhe do të ndryshosh mënyrën se si punoje dhe do të pranosh sfida të reja. Fizikisht je i fortë, por bëj kujdes që të mos shqetësohesh shumë për të ardhmen. Jeto të tashmen. Ngjyra më me fat është ngjyra bezh dhe kafe. Koha më me fat është mbasditja. Virgjëresha. E dashur virgjëresh, data 17 korrik është një ditë në të cilën ti duhet të guxosh. Nëse keni qenë të mbyllur, mund t'i hapni ndjenjat tuaj. Partneri kërkon të di më shumë. Gjëra do të rrjedhin me shumë natyrshmëri dhe partneri do të jetë me një mendje me ju. Nga ana tjetër, ndryshime do të vinë dhe në sektorin profesional. Jeni duke kaluar një fazë ku ju po mësoni të aftësoheni në përditshmërinë dhe mënyrën se si punoni. Ky proces do t'ju sjellë më shumë fitime financiare dhe një ndjenjë sigurie që ndoshta ju ka munguar kohët e fundit në punë. Shëndeti, bëj pak kujdes detajeve të vogla, sidomos me pushimin dhe ushqimin e duhur. Do të ndihesh me energji për sa kohë dëgjon trupin tuaj. Çdo gjë që vjen drejt jush me një qëllim të qartë, shfrytëzoje në këtë ditë. Ngjyrat me fat janë e bardha dhe bluja. Koha me fat është paradite. Peshorja. E dashur peshore, ke një dëshirë për të kthyer pak në botën tënde të brendshme. Intuita juaj do të jetë e fortë. Ke nevojë që të largohesh larg zhurmës së përditshme. Kërkon të gjesh një ekuilibër shpirtëror. Gjithashtu, tranziti i fuqishëm mes Uranit dhe Plutonit ju ndikon drejt për së drejt në mënyrën se si e sheh jetën dhe ndes kreativitetin juaj në dashuri. Nëse je çift, do të gjesh mënyra të reja dhe emocionuese për të komunikuar me partnerin, duke i dhënë frymëmarrje të re marrëdhënies tuaj.
Në punë dhe financa, rrugët do të hapen natyrshëm, do të keni shumë mundësi dhe mesazhe të mira do të drejtohen nga njerëzit në adresën tënde. Shëndeti juaj do të jetë i mirë në rast se kaloni shëtitje në natyrë apo thjesht meditoni. Çlironi stresin dhe mendoni për veten. Duhet i besoni procesit se çdo gjë do të vijë në kohën e duhur. Ngjyrat me fat është portokalli, koha me fat është 18 deri 20. Akrepi, i dashur akrep, do të kërkosh një rehati në sektorin e shoqërisë. Kërkon të shijosh momente të bukura me njerëzit. Kërkon të shijosh pak pushim të merituar nga detyrimet e përditshme. Një ndikim më afatgjatë po bëhet shumë i fortë këtë javë. Sektori juaj privat dhe familjar kërkojnë përkushtimin tënd. Jeni në një fazë të rëndësishme të rilindjes tuaj emocionale. Keni nevojë të pastroni shpirtin nga e kaluara dhe të rindërtoni veten nga brenda. Në dashuri, dita do të jetë pozitive. Kujdes me acarimet të vogla. Në aspektin financiar, mos e lësho dorën më shumë se ç'duhet në këtë ditë. Shëndeti juaj është drejt përmirësimit, po gjeni forcë për të lënë pas zakone që kanë qenë të dëmshme për ju. Ngjyra me fat është ngjyrë ulliri, koha me fat është rreth orës 7:30 deri në 9 në mbrëmje. Shigjetari. I dashur shigjetar, hëna e cila takohet me Venusin ju sjell një vëmendje pozitive në publik. Do të prezantoni punët tua dhe do të merrni vlerësime. Urani dhe Plutoni ju shtyn të bëni ndryshime të thella në marrëdhëniet me të tjerët dhe mënyrën se si komunikoni. Ndonjëherë ju bëheni të nxituar, përgjigjeni pa menduar. Prandaj, këshillohet që ndonjëherë durimi është çelësi për të qenë më i saktë dhe të ruash marrëdhënie me të tjerët. Për sa i përket dashurisë, do të përjetoni thyrje të barrierave të vjetra. Do të jeni të sinqertë me partnerin dhe kjo do të ju frymëzojë të dy palët. Financat tuaja po shkojnë drejt stabilitetit. Megjithatë, mendja juaj punon vetëm për para, por jo i dashur shigjetar, nuk është paraja gjithçka. Energjia fizike do të jetë e mirë dhe do të rritet ndjeshëm duke ju dhënë forcën e nevojshme për të përballuar sfidat fizike me forcë dhe me optimizëm. Ngjyrat më me fat për ju janë bluja dhe kuqja. Koha më me fat konsiderohet paradite. Britqapi. I dashur Britqap, kjo është një ditë e duhur për të parë pamje të gjerë të jetës tuaj. Lëri analizat e tepërta, shqetësimet e vogla. Keni një intuit shumë të mprejtë dhe duhet i besosh patjetër asaj. Në këtë ditë do të ndihesh jashtëzakonisht i motivuar për të ndjekur atë qëllimin tënd që ke ambicie prekohësh. Nuk mjaftohesh me metoda të vjetra, por kërkon që gjërat të ndryshojnë dhe të përshpejtohen. Për sa i përket punës dhe financave, në përgjithësi renditet në një pozicion të mirë. Puna juaj e palodhur fillon të jap ato frytet konkrete dhe kjo do të ndikojë në ekonominë tuaj. Aspekti shëndetësor, jeni në një fazë të mirë, po kujdeseni për veten dhe po gjeni ekuilibrin mes relaksit dhe punës. Dashuria po forcohet duke ju dhënë një mbështetje të ngrohtë për të cilën keni nevojë. Ngjyrat më me fat
është ngjyra e bardhë dhe ngjyra roz. Koha më me fat është në mëngjes. Ujori. I dashur ujor, kjo ditë ju fton që të merrni pak me ndjenjat tua. E di që rutina e ditës ju ka marrë shumë, duket sikur punët ndonjëherë nuk mbarojnë dhe sapo mbyllet një punë del një tjetër. Por e tillë është jeta, ndaj do t'i kushtoni rëndësi pushimit. Lëvizjet e yjeve zgjojnë tek ju dëshirën për të bërë ndryshime rrënjësore që do të transformojnë jetën tuaj për mirë. Në dashuri, diçka po merr jetë dhe po lulëzon papritur, dhe kjo do t'ju sjellë buzëqeshje. Nga ana financiare, kjo ditë është e mirë për të ardhurat të reja apo zgjidhjen e një çështje të vjetër që lidhej me para të përbashkëta. Shëndeti juaj është i mirë, por duhet të dëgjoni veten për ndonjë problem që mund t'ju dalë ndoshta me shpinën dhe nyjet. Ngjyrat më me fat për ju janë e zeza dhe e kuqja. Koha më me fat është në mbrëmje. Peshqit. Të dashur peshq, sot do të jeni shumë të afrushëm dhe të ngrohtë me njerëzit. Keni një optimizëm. Megjithatë, dita në fillim fillon si një ditë e zakonshme, por me kalimin e orëve të rritet dëshira për të komunikuar me njerëzit. Për sa i përket punës dhe financave, do të zbulosh një informacion të rëndësishëm. Ky do të ndikojë në mënyrën se si do ta planifikosh të ardhmen, fitimet dhe investimet tuaja. Për sa i përket anës shëndetësore, do të ndjeni një çlirim energjie negative dhe stresi, dhe kjo do t'ju ndihmojë që të lehtësoheni dhe të bëheni fizikisht më të fortë. Ndryshimet që po vijnë janë ato që ju duhen për të lulëzuar. Ndoshta dhe ndonjëherë nuk i mirëprisni, por që duhen. Ngjyrat më me fat për ju është gri dhe e zezë. Koha më me fat është ora 3 deri në 5 mbasdite.